Në ditarin e pasdites në A2CNN, ku në studio më është bashkuar zoti Tedi Blushi, sekretari përgjithshëm i Partisë Lirisë, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Zoti Blushi, si shkuan festat e fundvitit për Partinë e Lirisë? Ishin festa apo punë? Ishin punë si çdo ditë. Megjithatë mendoj se situata shumë e rëndë, katastrofike në qarkun e Durrësit e ka filluar këtë vit me të njëjtën problematik si çdo vit që lam pas, të shkaktuar jo për shkak të një fatkeqësie natyrore, por vetëm dhe për shkak të korrupsionit të pafre të Edi Ramës. Sot Durrësi është në ujë, por në anën tjetër Vlora është pa ujë. I marrë këto dy qytete për vetë faktin se janë dy qytete të cilat e kanë nxjerrë Edi Ramën deputet, dhe nga perlat e turizmit shqiptar janë kthyer sot në simbolet më tragjike, jo vetëm të korrupsionit, por edhe të pasojave shumë të rënda të keq qeverisjes të këtij regjimi që me të drejtë cilësuar si regjimi Ramadurës. Partia e Lirisë sigurisht ka shtrirë aksionet kësaj në terren, por në anën tjetër është dhe veprimtaria institucionale. Në fund të muajit dhjetor pati vendimmarrje nga ana Partisë Demokratike që nuk do merrte pjesë në komisionin parlamentar, ndërkohë juve ju pam bashkë me kolegët tuaj të Partisë së Lirisë, duke vijuar, mund themi, betejën tuaj politike dhe institucionale. Do të vijoni me një njëjtën qasje edhe në datën 19 kur të rinisë sesioni parlamentar? Dua t'ju sqaroj se nuk ka patur asnjë bojkot nga ana e jo bojkot, thjesht vendimmarrje e Partisë Demokratike. Qëndrimi i Partisë së Lirisë në raport me Kuvendin dhe të gjitha institucionet tani më është i qartë. Ne si forcë politike, kurse si nuk na lejohet më të përsërisim atë gabim shumë të rëndë të shkaktuar me djegjen e mandateve çka i la jo vetëm i fushë të hapur Edi Ramës, por pasojat tragjike të atij vendimi në vlerësimin ton kriminal po e vuajnë sot të gjithë shqiptarët ndaj e vetmja rrugë me këtë regjim, dhe ky është qëndrim i palëkundur i Partisë së Lirisë, është vetëm përballje jo vetëm në rrugë, por edhe përballje në institucione për të qirë maskën dhe për të u thënë shqiptarëve të vërtetat të cilat ata duhet të i dëgjojnë, pavarësisht se, siç faktoi edhe raporti i fundit për lirinë e media, shumica e mediave në vend për fat të keq janë kapur nga një regjim i cili paralelisht me dhunën ka edhe një propaganda e cila financohet kryesisht nga paratë e pista, nga paratë e korrupsionit, pa haruar edhe aferat e ndryshme ku spikata e senatorëve. Cila është betejë kryesore apo fusha kryesore në të cilën do të zhvillojë betejën e saj Partia e Lirisë në këtë sesion të ri? Ka vetëm një fushë, ka vetëm një përballje. Partia e Lirisë është në ballë të protestave dhe të përballjes me regjimin e Edi Ramës. Ne po bëjmë gjithçka. Duhet bërë duke shumëfishuar aksionin tonë opozitar në të gjitha nivelet. Më lejoni sot të përshëndes edhe strukturat tona të Partisë së Lirisë në qarkun e Durrësit, këshilltarët tanë, drejtuesit tanë lokal, të cilët ndodhen në këto momente pranë qytetarëve, dhe besoj keni ndjekur edhe qëndrimet e tyre publike, çka vërteton edhe një herë se Partia e Lirisë kurse si dhe zgjedhjet e saj nuk do të tradhtojnë ato mbështetje që kanë marrë nga qytetarët për t'i përfaqësuar denjësisht, por edhe për të realizuar sa më shpejt jetë e mundur ndryshimin që presin të gjithë shqiptarët, sepse të mos harrojnë që sot shumica dërmuese e shqiptarëve po vuan padrejtisht kostot e jashtëzakonshme të një korrupsioni të përbindshëm. Është ironike fakti që në njërin anë, me që jemi tek çështja e ditës tek përmbytjet, në njërin anë Belinda Balluku po bën çdo përpjekje për të mbajtur me thonjtë e pisë të Edi Ramës imunitetin politik, dhe në anën tjetër infrastruktura ka humbur çdo imunitet. Është shkërmoqur dhe po shkërmoqet kudo, të gjitha ato të cilat deri dje janë prezantuar si kryevepra të infrastrukturës, me daulle, me tamtame, me tallava, sot tragjikisht në fakt o janë në ujë, ose kemi ato pamje të cilat dramatike që i ofroi Vlora në prag të ndrimit të viteve, pa haruar shëmbjen e të gjithë kryeveprave në thonjza të infrastrukturës, aeroportin e Vlorës,
rrugët e Florinta, Qukë Qaploq, Korse Ersek, Kardigjit Elvin, rrugët në veri të vendit, rrugën e Arbrit, e cila është kthyer apo na ka rikthyer atë simbolikën e Rozafës, pra ndërtojë ditën dhe shëmbët natën dhe çdo projekt me cilin Rilinda është mburur, me që jemi të Durrësi, dua të kujtoj velierën e famshme. Sot është e gjitha në ujë dhe nuk bëhet fjalë për mijëra euro, bëhet fjalë për qindra milion euro, të cilat në fakt me këto pasoja kaq tragjike u vërtetojnë të gjithë shqiptarëve, u vërtetojnë banorëve të Durrësit, u vërtetojnë banorëve të Vlorës, të Qarkut, Korçës dhe në të 4 anët e vendit, se janë para që nuk kanë shkuar për ta shqyrtuar rilindje urbane për para dhe mjete që Edi Rama ka përdorur për të zhvatur taksat e popullit më të varfër në rajon, i cili këto konsto për ndërtimin e këtyre projekteve i paguan nga 6 deri 7 fish në krahasim me projektet infrastrukturore në çdo vend tjetër të bashkimit evropian. Qase juaj apo të thënat tuaja, mund ta rregulloj, mund të qëndrojnë këndshëm edhe në diskursin politik të Partisë të Risë, duke qenë se bazë të saj ka pasur gjithmonë denoncimin dhe përballjen frontale me Partinë Socialiste. Në anën tjetër shohim që është shtuar një retorik që flet për një qeveri teknike zgjedhje parakoshme etj. Dhe dilema që të vjen më shumë në mendje është çfarë do ta detyronte kryeministri Rama që të pranonte një qeveri teknike shkollë zgjedhje parakoshme duke pasur de facto në kuvendin e Shqipërisë 86 mandate parlamentare. Së pari dua t'ju theksoj që 83 apo 86 de facto 86 dhe jure 83. Sakt, jeni sakt në kalkulimin e mandateve. Në fakt nuk janë mandate që janë prodhuar si rezultati i shpresës së vullnetit të popullit. Unë dua t'ju përgëzoj dhe ju personalisht për faktin që u treguat me zë në qëndrimin e zyrtar të kreut të misionit të vëzhguesve të zgjedhjeve të ambasadorit Zanier, se cili është qëndrimi zyrtar i një arbitri të pavarur me atë çfarë ndodhi në 11 maj në Shqipëri, të mos harrojmë raportin final të OSB Odirit dhe qëndrimet shumë të drejta dhe parimore të eurodeputetëve nga zemra e Europës, pra nga Parlamenti Evropian, ku sigurisht sjell në vëmendjen tuaj dhe të teleshikuesve qëndrimet shumë të drejta të eurodeputetit, kreu të misionit të vëzhguesve të Parlamentit Evropian, eurodeputetit Gahler, se në 11 maj bandat e pamundsuan rotacionin politik. Nuk mund të flitet për zgjedhje të lira dhe të ndershme në një regjim i cili ka kapur përfyti të gjitha institucionet të cilat sot janë në duart e mafjas, dhe mjafton të rikujtojmë aferën e Akshit, se ku ndodhen sot të dhënat e pronave të gjithë shqiptarëve, ku ndodhen sot në duart e kujt ndodhet sot siguria kombëtare, në duart e kujt ndodhet sot të dhënat e Timsit, në duart e Ergysa Gasit, koordinatorit personal të Edi Ramës, apo lidhjes të shkurtër me bandat kriminale. Sot ne kemi të vetmin narkoshtet në kontinentin evropian, që me shumë të drejtë nga mediat amerikane cilësuar si Ramaduro, sepse Shqipëria e Edi Ramës dhe Venezuela e Maduros ngjasojnë si dy pika uji, nëse në Venezuelë bashkëshortja e Maduros kishte një tarif prej 100 deri 300.000 euro për çdo ngarkesë kokainë, ne këtu kemi vllajën e Edi Ramës tek fabrika e kokainës në Xibrak. Në qoftë se Maduro përdorte trafik, kartelet e drogës. Janë akuza që për vërtetës nuk janë akuza. Prokuroria nuk është i ka provuar. Po pikërisht Edi Rama vijon dhe ka vijuar deri më sot të qëndrojë në pushtet për shkak sepse nëpërmjet asaj që ne kemi mësuar si Ramaform, pra kapjes së reformës së drejtësi, ka arritur të qëndrojë në pushtet duke bashkëpunuar ngushtisht me krimin, sepse jo më kot sot ne vijojmë të jemi vendi i parë në botë për korrupsion, vijojmë të jemi vendi i dytë edhe pse kemi pra një reformë më thonjë za të suksesshme në drejtësi, vijojmë të jemi vendi i dytë në botë për rishfet, dhe një nga sukseset e kësaj Ramaforme dua të theksoj është fakti që sot të paktën 251 drejtues dhe antar të bandave më të rrezikshme në vend janë ende të lirë. Pra janë këta bandit cilët i sigurojnë Edi Ramës pushtetin, dhe për këta bandit
Edi Rama ndërmori dhe një nisëm sa kriminale, aqja dhe të rëndë në raport me gjithë shqiptarët, si që ishte, dhe me imazhin e vendit, një vend antar i NATO-s, duhet teksuar kjo, si që ishte kanabizimi i Shqipërisë me platformë të qartë, pra jo ligjore, por sigurisht me një platformë të qartë zyrtare, të denoncuar edhe nga ish krau i tij djath, Arben Ahmetaj, të gjithë denoncimet e cilit, të gjithë parlemrimet e cilit u desh të paktën mos gaboj një vit e gjysmë që të faktoheshin. Duke filluar nga kanabizimi i vendit e deri tek aferat e Belinda Ballukut,